Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shator edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Gjithsesi, doja t'ju kujtoja, shikoni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë do shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi rrotën e fatit që ka 4 energji, është energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Kemi energji të shenjave të ujit dhe kemi energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë. Unë shoh që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me një dashuri, në lidhje me njofit, lidhjet, në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Unë shoh që ju do t'i çoni gjërat para. Gjithsesi, shoh që në mesin e javës do ndiheni shumë mirë me veten, do jeni shumë të kënaqur, shumë të gëzuar në lidhje me situata dhe çështje që ju i çoni para. Por në fundin e javës shoh që keni marrë eksperienca, keni kaluar shumë vështirësi ose do kaloni disa vështirësi. Gjithsesi, unë shoh që do merrni vendime të rëndësishme dhe shoh që do t'i merrni vendime bazuar në mençurinë tuaj. Dhe kjo ka lidhje edhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me studimet, ose me gjithçka tjetër. E rëndësishme është që ju fati ju ndihmon, do ndiheni mirë ose çliroheni nga çështje dhe situata që mund të keni pas të vështira, dhe shoh që do jeni kthyer si në një angjëll, në një angjëll mbrojtës ose një angjëll mbrojtës sikur ju mbron. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, ju shoh që fati ju ndihmon në lidhje me një njofje të re. Ju do jepni dhe do merrni me këtë person. Këtu jemi te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjave të zjarit dhe kemi energjinë e shenjave të ajrit që jeni ju përsëri. Gjithsesi, unë shoh që jepni dhe merrni me një person, fati ju ndihmon për t'i çuar gjërat para në një njofje të re. Dhe unë shoh që ju do mbyllni diçka, një lodhje që ka qenë për një kohë të gjatë, por kjo gjë ju do t'ju bëjë që ju t'jeni duke menduar, do t'ju lini gjendje pagjumësie, stresi, duke menduar në lidhje me një dashuri. Disa prej jush mund t'jeni dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri në shtëpinë tuaj, në familje, me fëmijët tuaj. Ndërkohë mund të merrni disa para, ashtu si merrni ashtu dhe i shpenzoni. Ju shoh që ndiheni shumë të lodhur në mesin e javës së dytë, por do të jepni fund kësaj lodhje dhe shoh që përsëri do jeni në gjendje pagjumësie, stresi, duke menduar në lidhje me situata që ju kanë tensionuar për një kohë të gjatë, që mund të jetë një njofje, një lidhje. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me dokumentat, mund të ketë lidhje me studimet tuaja. Dhe kjo gjë ju dëshironi të mbyllni, se ndoshta ju kanë lodhur për një kohë të gjatë, por deri në fund javës shoh që akoma do jeni duke menduar se si të bëni këto fillime të reja, si në dashuri, në lidhje me studimet, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me çështje që kanë lidhje me dokumentat, por mund të kenë lidhje edhe me ligjin, me shtetin, se nuk e tham që te javë e parë keni këtë. Gjithsesi, është një javë mbyllje, çlirimi. Doni dhe pak që të dilni nga kjo situatë në fund të javës së dytë. Gjithsesi, jeni afër daljes nga ose mund të ketë situata që do t'ju acarojnë, ose disa tensione që do t'ju lënë pak pa gjumë në fund të javës. Mund t'jenë situata ekonomike, mund t'jenë situata me persona, mund t'jetë një situatë lodhjeje që ka vazhduar për një kohë të gjatë, për pjesën tjetër. Gjithsesi, shohim në lidhje me javën e tretë.
Atëherë në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju shoh që do jeni në dilema në lidhje me një dashuri. Ndoshta ky person që hyni në një njohje do të lëj pak në gjendje pagjumësie, do jeni duke menduar dhe nuk do dini çfarë të bëni në lidhje me një takim. Për të pasur një takim me personin. Gjithsesi unë shoh që ju do t'ju jepni një mundësi këtij personi, shoh që do keni një takim në mesin e javës, por ndërkohë do jeni dhe duke festuar. Për pjesën tjetër shoh që ndiheni në dilema në lidhje me një shtëpi, me një pronë, me një pasuri për një pjesë prej jush, me një investim që dëshironi të bëni, ose edhe në lidhje me anën tuaj profesionale, në lidhje me paratë tuaja. Një pjesë prej jush mund të jeni edhe në dilema në lidhje me një konkurrencë te vendi punës, mund të jeni midis dy punëve, dy situatave të ndryshme, ekonomike, por dhe te vendi punës. Gjithsesi ju do arrini të stabilizoni në mesin e javës. Por shoh dhe festime në lidhje me shtëpinë, me familjen. Ju stabilizoni punën tuaj, stabilizoni dashurinë, duke bërë një takim me këtë person. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me studimet tuaja, ose në lidhje me një shtëpi, me një pronë, me një investim që dëshironi të bëni. Gjithsesi unë shoh që ju do arrini t'i realizoni. Dhe në fund të javës së tretë shoh që do jeni në një pozicion më të mirë. Do mendoni më seriozisht në lidhje me një njohje të re që do futeni, sepse do keni njohje të reja dhe njohjet e reja do kenë të gjitha ata do kenë flerte, romanca, të gjithë të lindurit në fillim të shenjës, por edhe në fund të shenjës. Gjithsesi shoh që do t'ju vi një mundësi, një ofertë në lidhje me një dashuri, në lidhje me punën, ju do jeni duke menduar seriozisht, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me një shtëpi, me një pronë, me një investim ose me një trashëgimi. Gjithsesi, shoh që mund të jetë një ofertë ekonomike për një pjesë prej jush, për gjithë ata që do jenë në dilema në lidhje me anën ekonomike, por dhe mund të jeni dhe midis dy punëve. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të harini, ta stabilizoni, por ndërkohë në fund të javës do jeni duke menduar më seriozisht në lidhje me anën ekonomike. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Atëherë në javën e katërt keni të bëni me energjinë e shenjës së Demit, energjitë shenjave të tokës dhe jemi te energjia e shenjës së Gafores. Gjithsesi ju shoh mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi shoh që do besoni intuitën tuaj në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe situate, në lidhje me një dashuri, shoh që do jeni shumë emocional, por ndërkohë do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar. Dhe shoh që do fusni besime të reja. Ju mund të hiqni dorë nga një dashuri që keni besuar, aty ndryshoni këndvështrim dhe shoh që do filloni të shikoni gjërat ndryshe. Për pjesën tjetër mund të jetë në lidhje me punën, me anën ekonomike, ose me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Shoh që shumë gjëra do t'i pranoni me mençuri, me përullësi, por ndërkohë gjithmonë duke dëgjuar brenda intuitës tuaj. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me anën ekonomike shoh shumë fort, por dhe në lidhje me studime të ndryshme, ose në lidhje me dokumenta dhe me çështje ligjore që mund të keni, ose në lidhje me një trashëgimi. Në mesin e javës së katërt shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Disa prej jush këto para do fillojnë t'ju japin siguri. Ndërkohë, ju do arrini të stabilizoni dhe do ndjeni më të sigurt në lidhje me dashurinë, me diçka që tjetër, me diçka ndryshe, në kuptimin që ju ndryshoni këndvështrim, do ndjeni shumë të sigurt nga mënyra se si do t'i shikoni gjërat, dhe unë shoh që do jeni shumë emocional në fund të javës, mund t'jeni në udhëtime, do t'jepni drejtim një njohje, një lidhje ose marrëdhënieve tuaja, por do t'i jepni edhe familjes tuaj një drejtim më të mirë, sepse shoh që një shumë e konsiderueshme parash, ku do t'ju japi siguri, ju do ndjeni më të sigurt, më me vetbesim, do vlerësoni veten tuaj, do dini vlerat tuaja, dhe nga ky moment ju do filloni të jepni drejtim gjithçkaje. Gjithsesi në lidhje me pjesën tjetër, mund të jetë një siguri emocionale, siguri ekonomike për disa të tjerë, një shumë e konsiderueshme parash që do merrni. Por
shoh që do të jepni fundi muajit, ju gjen që ju i jepni drejtim gjithçkaje. Do të jepni drejtim emocioneve tuaja, një dashuri, një njohje të re që do bëni gjatë kësaj periudhe, lidhjeve që keni, njohjeve ose marrëdhënieve tuaja. Kjo kartë ka lidhje dhe me familjen, ka lidhje me parat, ku ju do harrini të stabilizoni situatat, por ka lidhje dhe me trashëgimit të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, fati ju ndihmon, ju çlironi nga çështjet e situatat të ndryshme, shoh që keni marrë eksperienca dhe do jetë një engjëll mbrojtës që do t'ju mbështesi në lidhje me gjithçka, me dashurinë, me një dashuri në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por do jeni të mbrojtur edhe në shtëpi, në familjen tuaj. Shoh që do jepni me këtë person, jepni fund diçkaje që ju ka lodhur për një kohë të gjatë, është diçka që ndoshta do t'ju lej pak pa gjumë edhe gjatë javës së dytë, duke menduar në lidhje me zgjidhjen e diçkaje. Por java e tretë ju gjen në dilema, ju gjen midis dy situatave, dy çështjeve që kanë lidhje më tepër me një lloj stabiliteti dhe mund të ketë lidhje me një takim me një person ku ju do harrini ta stabilizoni, do ta keni dhe do jeni duke festuar me këtë person, dhe shoh që është një ofertë shumë e mirë në lidhje me ju dhe do jeni duke e menduar shumë seriozisht. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me investimet e shtëpia juaj ose në lidhje me një trashëgimi, me një pronë, ku ju do t'ju jepet një mundësi, ju vjen një mundësi në dorë, ose dhe me stabilizimin në lidhje me studimet tuaja, me anën ekonomike, por dhe me punën tuaj. Java e katërt është një javë fantastike, ju do të gjoni brenda intuitës tuaj, hiqni dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me dashurinë, me çështje dhe situata të ndryshme, ndryshoni këndvështrim, por kjo do t'ju bëjë që ju të ndjeni më të sigurt, të njihni vlerat e vetes, të vetvlerësoni veten tuaj, por ndërkohë të merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash, që kjo do t'ju japë një lloj sigurie, një lloj stabiliteti ekonomik. Dhe fundi muajit ju shoh shumë emocional, jepni drejtim gjithçkaje që keni në jetën tuaj. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëhere, mesazhi nga angjëjt thotë që mos u tregoni të nxituar në lidhje me vendimet që ju do merrni ose me gjërat që ju do bëni. Mos u tregoni, sepse ju shoh shumë të vrullshëm, jemi të energji ajri, shumë të nxituar në lidhje me një dashuri. Por ndërkohë kemi dhe energji zjarri këtu ku tregon që ju do merrni vendime, do keni romanca, flerte gjatë kësaj periudhe, por do zini dhe vendin që ju takon. Do zini vendin që ju takon në një dashuri, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, do zini vendin te vendi punës, në një pozicion më të mirë, ju shoh me qëllime, në lëvizje, vetëm thjesht të zgjidhni gjërat pa përdorur me pak diplomaci në sakt. Gjithsesi do jeni të mbështetur nga angjëjt në çfarëdo lloj situate që ju mund të keni. Thjesht mos merrni vendime të nxituara gjatë këtij muaji. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbar, mbas ditë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.